vetmja vështirësi ishte ndeshja dhe të vinim ndesh midis estetikës time dhe karakterit dhe personalitetit të Letës. Dhe ja dolëm më së miri bashkë. Besoj që ka qenë nga punët ndër më të suksesshme, pra sfidë nga ana ime, por dhe nga ana saj duke e sjellë në një imazh shumë të sofistikuar. Eletra këtë radhë kishte këngën me inspiracion nga Rafaela Karan. Pra, dhe veshjet jam frymëzuar pikërisht nga Rafaela, duke sjellë këto veshjet me shpatulla, me volum, por në një inspirim aktual dhe le të themi dhe më modern. Këto janë disa backstage, Okej. Dhe unë falenderoj që mi ka vënë dispozicion këto foto. Ndërkohë, ti kishe edhe Petit, një tjetër këngëtar i cili ishte tek Sanremo Giovani, si ishte, besu dhe kemi dhe pamjet, mendimin e Drilonit, pra i kemi këtu dhe të pamjet të rego pak, si ishte, ndoshta për meshkujt është më e thjeshtë Stella apo jo? Më korrigjo. Ndoshta më e thjeshtë sepse këtu me Petit, që është një nga këngëtarët të dalë nga skena Amici Maria Di Filipit, natyrisht duke pas dhe një version më të përshtatshëm, më përputhshëm me estetikën time, ishte më lehtë sepse zgjodhëm të dy bashkë një kuadër gjeneral shumë minimalist, pra duke sjell më të sofistikuar, më elegant. Petit është një djalë i ri, por në këtë rast e kemi sjellur le të themi më të sofistikuar dhe me veshje më serioze, më klasike, por natyrisht dhe këtu në një kontekst shumë modern dhe aktual. Le të themi në të dyja bashkëpunime, si dhe me Petit që bënte pjesë e Sanremo Giovani, ashtu dhe me Eletrën, kanë qenë dy personazhe shumë interesantë, ndër të shumta bashkëpunime, siç të thash, që kanë patur kohë të fundit me artistë, por këto le të themi kanë qenë nga më aktualet. Elektra është veshur me Dolce Gabbana, Alessandro Bustier, pra janë përzgjedhur dhe veshje shumë prestigjioze, natyrisht duke impleksur dhe me ato që janë aksesorët e mi të preferuar, pra kapelet, siç e shikojmë dhe... Unë të kërkoj shumë ndje, Stella, sepse të bëra të heqësh një nga aksesorët e tu në këtë intervistë, syzet, por për shkak se jemi në ekran dhe ti më mirë kuptove, e di që i ke shumë qef aksesorët, kapelet, syzet, por, do doja pak si është pritur reagimit, çfarë reagimesh ke pasur për këto veshjet nga kritika, Stella? Flas ku them kritika e mirëfillt, jo kritika në rrjetet sociale. Dhe këtu bëhet dallimi. Mund të themi që kanë qenë shumë pozitive, për shkak sepse impakti i parë, siç të thash, ishte një Elektra e re, e veshur mirë, e veshur me elegancë, e veshur e sofistikuar, por duke bërë fjalë për një Elektra pre-Ariston, u prit shumë mirë sepse dhe për sa i përket linjave gujta të Aristonit ka disa kritere specifike dhe ndër ato është pikërisht veshjet ku janë shumë elegante, shumë sofistikuara, siç i pam dhe këtë vit në Ariston shumë nga këngëtarët vinin me veshje. Do ndalim aty, do ndalim edhe një, do doja një analizë nga ty për atë, po dua ndajmë të ty njërë, pastaj ndalim tek. Pra, do të thonë, ka pas versim pozitiv. Po, ndaj u prit shumë mirë, të them të drejtën, pati direkt një impakt shumë pozitiv, të drejtë për drejtë dhe shumë i hapur dhe ndaj asaj, sepse dhe personazhet ndonjëherë ndodh që të jenë të mbyllur ndaj risisë. Në këtë rast pata një marrëdhënie bashkëpunimi shumë interesante dhe mirë kuptuese që në fillim dhe kema bërë shumë më të lehtë punën. Se ndodh shpeshherë kur artisti këmbgul ketë personalitetin e vet të spikas dhe ndërkohë që unë si stiliste, si artiste, dua që t'jap divizionin tim dhe natyrisht kjo është e bukura e bashkëpunimeve. Stella, dalim pak shkurtimisht, do doja vetëm nga ty një koment të shkurtër si artiste, por mbi gjitha dhe si shqiptare, mbi gjitha dhe si një vajzë e diplomuar për gazetari. Unë kam për nderë të them që ne kemi qenë bashkë në një klasë, kështu që kjo është njoja vjetëm që unë kam me Stellën, por nga gazeria Stella kaloi në stilim dhe e bën shumë mirë këtë gjë dhe jam krenar që miqtë e mi ecin ka shej, kështu që jam shumë i lumtur për ty, Stella. Një vlerësim për Ermal Metën, për veshjen e Ermal Metës, sepse për pjesën artistike pastaj padyshim për mua mjafton të shikojmë atë reagimin e Celentanos dhe i mbyll të gjitha gjërat, dhe këtu besoj ti bie dakord me mua. Për veshjen e Ermalit dhe zgjedhja që ka vendosur që në çdo natë të ketë shkruar emrat e vajzave të vrara në Palestinë. Dhe reagimin në Itali do doja, Stella. Për sa i përket Ermalit, unë uroj dhe shpresoj që ta fitoj, jo vetëm nga
përmbajtja, le të themi pjesa estetikës është e lidhur ngushtë dhe me pjesën e përmbajtjes së këngës. Pra Ermali nuk Pra ti thua që i ka shkuar fiks, pra ka përputhur shumë mirë këngën edhe me veshje. Se kjo është fusha jote që këtu mund ta bësh analizën ti, po. Dëgjoj themi, mas çdo personazhi ka një tim profesionistësh që punojnë me muaj, me javë, mos më themi me vite. Muaj tërë. Pra, është shumë e studiuar dhe veshja e Ermalit nuk ka qenë, le të themi, rastësisht, por natyrisht është ndërthurur me mesazhin, domethënës që ai ka dashur të japë në këngën e tij. Le të themi që Ermali ka hyrë në thellësi të muzikës ku mungonte pikërisht kjo thellësi, duke parë shumë personazhe që muzika italiane në Sanremo karakterizohet nga muzika e lehtë dhe këngët pak a shumë kanë qenë gati për sa i përket atyre çfarë kam parë dhe komenteve në social media shumë të njëjta. Ermali ka dhënë një mesazh, megjithatë të rëndësishëm si nga ana stilistike, duke vendosur emrat e disa nga fëmijëve të vrarë në Gaza. Dhe më bukur ishte që ai paktën gjithmonë se referojmë thënë janë të shkruara me kaligrafinë time. Janë të shkruar, janë të shëndisura, pra ai kishte ama një